Ejo ma people, mirë se ardhëm me një video të re. Sot kom vendos me bu një Q&A. Edhe ju e dini shumë mirë për cilin Q&A po foli. Atë që e kemi postu në short. Ju që e keni këshyr, ju që se keni këshyr, kjo shortsi, nëse nuk e dini. Për juve që se dini, më thonë që kena me bo një Q&A. Edhe nuk më dash me përgjigj pyetjeve t'juja veç në shorts direkt, po më dash me bo një video gjatë ku muni mi pa pyetjet juve cilët i keni bo. Jo më bo gati 226 komente, kështu që kena me hip disa pejtëve me ju përgjigj, se s'mujnë atash 200 komente verem ju përgjigj, po besoj që shumicën e kohës keni bo pyetje pak si t'njejta, po tash kena mi pas bashku cilat janë kom pyetjet ma interesante që mujmë ju përgjigj. Pyetja po na vjen pej Zana 2002, Gjesti apo Driloni? Unë e thëm Gjesti, sepse Gjesti më ka pëlqy ma shumë, e ka lujt lojën e mirë, ashtu më ka pëlqy u kon djalosh, edhe çaj ka ndodhur gjatë rrugës është e paharrueshme. Kështu që për mua është Gjesti njëri prej më të mirëve. Pyetja tjetër është, a din me lujt ndonjë sport? Respekte për ty bro, je shumë i mirë veç vazhdo. Unë di me lujt një sport, edhe një sport vetëm, i cili është futbolli. Domethënë futbollin e kam qef shumë, por ato ja kam nisë edhe me YouTube më marr, tu e pa futbollin, tu e pa masi s'ku mujt me lujt vet, pas një lëndimi që e kam pas, atëherë kam vazhdu me lujt me FIFA. E pe aty ja kom nisë me marrë edhe iniciativën me thonë. Shkojna te pyetja e tretë, Elger Bosi thot, me kë je? Me Ronaldon apo me Messin? Unë e thëm jo me Ronaldon. Mu më ka pëlqy Ronaldo qysh i fmi, flokti kom pas se aj, tash mi au qit një foto po s'bon, ma mirë pelojna me qikaq. Kështu që Ronaldo për mua është gjithmonë për mi Messin, edhe pse e respektoj Messin shumë se është edhe aj shumë lejtari fort. Kujna të pyetja tjetër, Deon Hoti e ka bu përmen një 3 youtubera që të pëlqejnë shumë, 2 të Kosovës ose i Shqipnis ose një të jashtë. Une i këshyri youtuberat ma shumë të jashtë se sa të Kosovës, se më pëlqejnë ma shumë se qysh shkon kontenti i tëmve, ku me marrë diçka me transmetu të ju shqipet që keni qef me po qasi kontenti, po se keni. Për momentin, muj me thonë youtuberat që më pëlqenjë ma shumë të është Taulanti, Gafi, pe shqiptarve. Të gjithë më pëlqenjë, pa kuni farë dallimi, janë shumë të mirë, Ademi Kënej, tjerë, se s'pri adi jamri Meci. Une si fmi i kom këshyri krejt, gjithë. Edhe një të jashtit më s'harroj, të jashtit e këshyri një grup i cili quhet Sidemen. Nëse ju e keni pa, atëherë komentoni poshtë edhe kallëzomni se a ju do këtë interesant sanet të tyne që a i bojnë. Nëse e ke këshyri dhe i këtu videon, mos harro me bu subscribe shipe. Xhevrije Lama thot, thuaj këngëtarin e preferuar. Këngëtari jam i preferumi gjitha korave, dhe që tasht është MC Kresha edhe Lërë Kallësan. Kjo dyshe është perfekt. Nuk e di Allah, nuk muj me thonë dikush tjetër ku nuk e ngoj se ta dy janë baba, ta veden. Ramba kësë ka thonën, cili është youtuberi i cili t'ka animu mi bu? Nashta po menon m'ka animu në YouTube. Cili është youtuberi i cili t'ka animu? Nashta menon për subscribe ose për video. Nuk m'ka animu askush shqipe, vet i kom bu krejt, dej që tasht edhe ka me vazhdu mi bu vet. Edhe një pyetje e ka bu, ose cili youtuber shqiptar t'ka inspiru? Që kjo pyetje e mirë. Youtuberi cili m'ka inspiru mu me hin YouTube, ma herë të konën, po foli, është Gafi. Është Gafi shqipe se ai e ka bu kontentin që tash për momentin do youtubera nuk mundën me bu hala se di, e ka bu shumë interesant me vlogat e ti, kështu që Gafi, respekte për Gafin. Shkojna të pyetja tjetër, Dezi thot, cila është ngjyra jote e preferume? Ngjyra jam e preferume është kjo që e kom vesh, ngjyra e zezë, më pëlqen, është kozi. Shkojna të pyetja tjetër, Ulti Dalipi është, çfarë ushqimi të pëlqen? Olc, unë me të kallëzu drejt, llashko nuk zgjedhi fort, po një ushqim e kam pak si ma favorite, i cili është flija. Nashta nuk e pritet që ta po flija është ushqimi jam, flija është ushqimi jam i preferuar. Nashta e pritet ndaj far pizza, hamburgera, ndaj sena, mo flija, unë kam qef fli. Shkojna të pyetja tjetër, Top e ka bu pyetjen, a ki me lon YouTube-ën dikur? A gjithë ki me bu po me në YouTube e ka thonë? Unë me në YouTube-ën mund me bu gjithë kush gjithë. Nejse, ka punë, është e vërtet, ka me bu gjithë. Shkojna të pyetja tjetër, të lutem, a mund të përgjigjesh në këtë pyetje sepse kur asnjë youtuber nuk më ka përgjigj kur. Që sa kohë ke pas dëshirë me qenë youtuber? Unë youtuber shqipe kam pas qef me kon pej vogël që më kon se kam pas dëshirë me u kallëzu njerëzve krejt që qysh e jetojnë në një jetë. Qysh e qoj, edhe kjo ka me met një histori se këto videot e kanalit tem nuk kanë mu fshi. Këto kanë me met për gjithmonë qëtu. Nëse dikush nesër ose mas nesër do me hi me këshyr kanalin tem, është që aty halo. Edhe e sheh jetën tem se që shumë ne e kum jetu. Kështu që këto me gjithë që vendoj me juve,
ju jeni të parë që e dini. Shkojnë atë pyetja tjetër shipe, Nipsi thot, a ke dëshirë me bashkëpunu me një youtuber shqiptar? Unë kam shumë dëshirë me bashkëpunu me youtubera shqiptar, edhe se cilin për tyve nuk ka pa dallim, domethënë, unë kisha pas shumë qef, verës jem Kosovë, kisha pas qef me bu një meeting me youtubera, mu taku gjithë zbashku, po pse ju mos me konë zbashku me bu diçka interesant. Pse ju, bashkëpunim kisha bu me gjithë qef. Elfejte Sefa thot, cili është momenti më i sikletshëm në jetë. Momenti jam më i sikletshëm në jetë është kur kum dash me fillu YouTube-ën. Se kum dit, a po e filloj me bo, a nuk po e filloj. Qa ndodh nesër nëse unë jam shumë nalt? Qa ndodh nesër nëse unë jam shumë poshtë? Qa ndodh nesër? Qa ndodh nesër? Kështu që shipe nuk ish nesër. Kesh veç sëd. Që kjo kon momenti maj sikletshëm shipe se sun pe thom. Shkojnë atë pyetja tjetër. Reja Demiras thot, sa herë je dashuru? Unë jem dashuru 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, 6 herë, edhe 7 herë shipe. Se që 7 herë jem dashuru. Që kjo është seni që unë e dashuroj. Shkojnë atë pyetja tjetër. Altin Shullaci thot, cili ker të pëlqen, BMW apo Mercedes-Benz? Për mu është BMW. Këto ka ndallime. Nëse shkon me diçka sikur Mercedes S-Class është shumë i fortë. Domethënë, për mu është BMW-a on top shipe, është gjithmonë pak më lart se Mercedesi. Unë pëlqen veç se do këtë shumë bukur edhe shumë nice. Lis Sadiku thot shumë je kreativ. Faleminderit Lis, faleminderit. E di që jam shumë kreativ. Pyetja tjetër është, a të pëlqen Taulanta Bazi? Po. Cili klub në futboll të pëlqen? Borussia Dortmund? A mendon se këtë vit mundesh mi bë 50.000 suba? Po shipe, menoj që kena mi bë 50.000 suba se jom të postu shumë. Kështu që jom të postu ka 4 herë në shorts edhe 3 herë një javë video. Po besoj që kena mi më rri. Shkojnë atë pyetja tjetër shipe, Leotrim Dauti thot, pse s'po lun Minecraft? Minecraft kena me lujt shumë shpesh shipe. Minecraft për me lujt na vyn shumë epizoda, kështu që ka mundësi që kena me qenë një kanal vetëm për Minecraft. Shkojnë atë pyetja tjetër. Po besoj shipe që i kryetëm krejt pyetjet. Nuk po shoh më asnjë pyetje tjetër, përveç se i keni bë pyetjet e njëjta shipe shumë. Jam të lyp në stop pyetje. Kush është futbollisti perfekt për ty edhe pse? Lexoje. Futbollisti perfekt për momentin është Jamile Yamal shipe. Po, pelojna me çikat shipe. Shnosh për herën tjetër. Faleminderit që keni këshir këtë video. Mos harroni me bu like, mos harroni me bu subscribe shipe, edhe peace out.